Jezusi është ulla që çon tek Ati, mos t'ju shqetësohet zemra. Besoni në hyjin, edhe në mua besoni. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Po të mos kishte, a do t'ju a thosha, po shkoj t'ju bëj gati vendin. Kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të vijin prap e do t'ju marr tek unë, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Kur shkoj unë, ju e dini rrugën. Zotri i tha Toma, ne s'dim ka po shkon, si pra mund të dim ullën? Jezusi u përgjigji, unë jam ulla e vërtet dhe jeta, askush nuk shkon tek Ati pos në për mua. Nëse më njoht mua, do ta njohni edhe Atin tim. Qysh tash e njihni dhe e keni parë? Filipi tha, Zotri, na e defto Atin e na mjafton. O Filip, i tha Jezusi, kaq shumë kohë jam me ju e nuk më njoht ende. Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si thua pra, na e defto Atin, po a nuk beson se unë jam në Atin e Ati është në mua? Fjalën që ju a them nuk ju a them prej vetvetes. Ati që banon në mua e kryen veprat e veta. Me besoni mua. Unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Përndryshe besoni për shkak të veprave. Për një mend po ju them. Kush beson në mua, veprat që i bëj unë, edhe ai do të bëj. Madje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati, dhe çdo gjë që të kërkoni në emrin do ta bëj, që të lavdërohet Ati në Birin. Nëse do të më kërkoni ndonjë send në emër tim do të bëj. Jezusi premton shpirtin shajt. Nëse më doni, do t'i bani urdhrimet e mia. Edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do të më jap një mbrojtës tjetër që të jetë me ju përgjithmonë, shpirtin e së vërtetës që bota as mund ta marrë, sepse nuk e sheh as nuk e njeh, ju e njihni. Sepse ai banon me ju e është në ju, nuk do t'ju lë binjak, do të vi tek ju. Edhe pak kohë e bota nuk do të më shoh më, ndërsa ju do të më shihni, sepse unë jetoj edhe ju do të jetoni. Atëherë dirit do të kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua e unë në ju. Kështu i ka urdhrimet e mia dhe i mban ai me do. Dhe atë që me do mua, do të doj edhe Atin tim, edhe unë do të dua dhe do të afrohem. E a thua Juda, jo ai Iskarioti, Zotëri, aq ndolli që do të na deftohesh neve e jo botas? Jezusi i përgjigji, nëse ndokush më do, ai do të ma baj fjalën. Ati im do të droj, tek ai do të vij dhe tek ai do të banoj. Kush nuk më do, nuk e mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është imja, por është e Atit që më dërgoi. E Ati kërko fjalë ju a thash. Këto fjalë ju a thash, ndërsa banova me ju e Shpirti Shenjtë mbrojtës, të cilin do t'ua dërgoj Ati në emër tim. Ai do t'ua mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash. Po ju lë paqen, por ju jap paqen time, nuk po ju jap siç e jep bota. Mos t'ju shqetësohet zemra, as të mos ju trembet. Ju dëgjuat se ju thash.
Po shkoj dhe do të kthehem tek ju, po do të më doshit, do të galdoshit, se po shoh shkoj tek ati, sepse ati është më i madh se unë, ju thash tani, para se të ndodh që të besoni, kur të ndodh, s'do të flas më shumë me ju, por pse po afrohet princi i botës, ai kundër meje s'mundet asgjë, por që ta di bota se e dua atin, dhe se bëj ashtu si më urdhëroi ai. Qohuni të shkojmë prej këndej.